Osman, që o bërë se u bo kiamet? Që? Me krypa me ka. Osman, burri le e krypën se të shkoj qipi me Flori. Që? Qka u bobe? Qipi. Kushme? Qishme? Pse? Ka dalë dhe merë primjer, merë primjer. Shka u bo? Qipi. Shka qipi? Qipi më rëna shkoj me Flori. Kushe mor qipin be? Po me ditu në të kalzoj vetë. Që. Po ti, kur e pove se nuk ashtë aty? Sot në mëngjes se pash. Sot, a? Po, dje ishte dhe, kanë hynatën edhe kanë marë. E kanë marë? Kanë marë, a? Po mirë, pikapet din se janë konë ma shumë se një halë. Po ku e di, mëre, unë e sa kanë qena 1, 2, 3, ku e di unë, se di. E kanë marë qipin veç, që të e di. Me, zama, shëre. Hajde një mund nuk që, hajde. Hajde shpej. Në kipi me këmë. Shënë dhe që më ka një shpej. Kush mundet me të konë? Kush ta merë mendja? Jam të mendu. Bollu mendove. Dil në rrugë dhe jepe haberin. Shfar haberi, moj? Tregoj gjithë mahallët çka na ka bova ki. Edhe bilen ndoshta na ndihmoj. Si kanë me na ndihmu? I njohin mahalla krejt. Kush ka me qenë hajduti? Për i këtu afër është. Edhe me siguri bilet të kanë djek. Sa i din njerëzit, i di unë vetë. Gjithi kam mushteri. As të bie ndërmend se kush mundet me qenë hajdutja? Po të thash be që jam të mendu pi parzit. Thash njëherë. Dauti, Zekeriaj, Milasimi, Nesret. Ja, nuk munden më kënd. Ja, gjithë janë pasë. Ja, edhe Gafuri. Nuk. Ja. Borçlit? Borçlit po thua, ha? Po thua. A i ti këshirin të efterë? Ku e ki të efterë? Limoni, Verati, Tasimi, Azi. Ja, nuk ka mundësi. Krejt këto janë borxhlia, ma krejt e paguin me kohë. Ja, nuk ka nevojë pse këta të vjedhin, ja. Nuk janë za, ja. Ja. A kush s'ta ka pagu borxhin, moti? Murati. Pasha. A i bën vaki më konë. Po thu që a i mundet më konë? A i do tjetë. Edhe a është ma fukarajnë ma halë. Edhe borxhin s'ta ka pagu moti. Edhe gruaja e tij veç ankohet, s'ka kush tjetër. A i ka me qenë hajduti. Veç. Shimi ja bo, ma veç është. Po si ka mund? Ja, nuk mundem më ti thonë kur nuk jam i sigurt. Nuk mundem mi thonë, ja. Qysh më ja bo? Shkon mëre edhe i thu që dikush ma ka vjedh qipin me Flori edhe ki me pa. Qish ka me pa? Ki me pa që ashtu mirë, në ftyrë ki me pa, se hajduti vret edhe në ftyrë. A është hajdut? A jo? Ma bre. Po bre. Se në balë pishkëri ka, unë jam hajdut, ja. Këqyre shka po të thamë. Shkoti njëherë, takoje edhe thuja qëto fjalë që po t'i thamë. Ki me pa vetë, e mu vërtetu, e mu bindë, se a është hajdut jaj, a nuk është. Qe? O, Murat! Ha del bre këtu!
Ja se po vi. O, Osman. Pa, ku jebe Murat? Ku je mërë, Osman? Hajde bujru. Pas i ke pas halët bre. Valla që ashtu be, Osman. Rand, luft, dit për një kaqore buk. Pa krejt be po luftojnë për një kaqore buk bre Murat. Problem. Osman, dhe gjo. Borgjin për 2 javë do t'a kesh gati. Unë i kam mbledh do, por edhe do mi sjellin do t'hollaj. Nuk ka marrë për borç tu, o Murat. O? Hajre bëv zoti? Ka ndodh një e keqe në shpi. Mos mëre. Qa ka bëva ki? Qfar ka bova ki? Notën më ka hi një hajn. Në shpi ma ka vjedh, Smare. kanë marrë disa sende. Veti martë të këqijat, po ty shnosh. Po kush kështu? Po ku ta di mëre Murat, me pas dit nuk isha arte ti. Vallaj, unë ku ta di, sa din ti, qash di dhe unë? Ai, menova se ti, Valla, nështë duhet me ditë se kush është hajni i mahallës. mëre Osman. Valla, e veç me të rejtë, po ku i njohtu unë këto hajdutët e kësaj mahale? Po thu, hajni i mahallës mundet mu kona, ha? Po shive, po ty vesa po the që hajnat janë të mahales? Po, e thash. Po se di be Murat, nuk e di. Ka me të thonë. Valla, edhe unë bol keq më vjen, ama nuk muj me ndihmu. Po, a? Më falë, që të shqetsova. Jo, po s'ka as një problem Ma veç. banë halal, ma Po banë. edhe ti mos u mërzit. Ja. Mos u mërzit, ti marshin të këqijet. Dhe gjo, edhe atë borgjin unë për 2 javë ta jap në vend të thash që parë. Ha qëf shmirë me Miru shëndet. pafshim, o Murat. Hajtë për të mirë. Hajde shëndosh qofsh, e me të mira. Hajde për të mirë, ha? Miru pafshim. Hajtë. Mëra Osman. Murat, pash! Murat! Ti ma ke vjen qipin! Qaro bo? Ti Murat! Farje duke Kapa! Pash Murat! Ti ma ke vjen qipin! Ti ma ke vjen Burba qipin! ki as një. Po. S'ke kap as një gjë. Atëherë më le ti mrena dhe Vesh për po të të tona. thot mëndja, qfar? Nëse ma thot mendjan, syt nuk mrejnë! E qfar do tani të hysh brenda Po. shpinë time? Po, të vërtetone. Kështu si gjandarm ke Po. ardhe dhe do me kontrollu shpinë time. Murat, Gjë që s'bëhet si asnjë. mos lish me himrena atë ti e ke faj! Unë kam faj. Po ti ke Unë faj! nuk kam faj, sepse Faj s'ke ti fakte. Murat! Nuk Faj kam se faj. të pash me sytë e mi! Kështu Murat, Edhe çfarë nëse do nuk kom len me himrena, Po? atëherë nesër do të shifemi te Kadia! Te kush do shkosh? Te Kadia Efendia! Kadia shko Po, lirisht. te Kadia! Lirisht do Po, piqemi te Kadia do të piqemi! Te Kadia Edhe ata Efendia. nesër! Nesër. Po nesër! Te Kadia Efendia. Hajt nesër do të shifemi te Kadia! shifemi te Kadia Po Efendia. nesër, Kadia, nesër, Po nesër! te Kadia E po ti! të pa. More! Që shë vësto? Po, Nesër te Kadia Efendia mu Ore vizatu! kemi për të pa Po, bash hajt te pjase. Kadia. Nesër te Kadia Kadia! Efendia. Oj, zoti shpis! O, kush është bre? A janë në shpi o bur? Kusha po thëm? Murati jam o nusret. O, po fol more Murat, fol. E, puna më barë dhe Allah të qofa se marrë drut mi. E mbarat gjetë bre Murat. E po dimën o Murat o. Lut me i dojë karshi. Ashtu është. Kam një halë shumë të matë. O, nusret. S'ka marrë për qenë. O Murat. Po s'ka hal pas gjithje bre bur. Mirë, po lëre atë sopat dhe hajde pa këto se ka me shumë interes. Hajrola bre. Hajrola bre bur. Dëgjo, Ha qa pi ullë Murat.
Ishte të kë, thoje. S'du t'ule. Ha? Ishte kë Osmani të shtëpia jonë. Edhe? Edhe... Po hajde Murat ullu, hajde. Mire ke po ule. Tani, erdhi të shtëpia ime ky dyqanxhia Osmani. Aj, pas kem bet borç të dyqani, ha? Jo, more po, si jo, borç kam sa të dush, por ai nuk erdhi për borxhin. Ani? I është fut një njeri të shtëpia dhe i ka vjedh një qyp me flori. Dhe kujton që ti e hajni, ha? Ashtu është, Dhe nuk ka gabu? ashtu është, nuk ka gabu. Dhe pastaj të çon tek Kadia, pastaj në burg. More, po ti nga i din gjithë këto gjëra. E po, Murato, hajduti voskël, s'ka çka e mëson hajdutin e madh. Shejtani, po mirë nëse ti lën tani të gjitha këto, po halli kryesorë si t'ja bëjmë sepse nesër kemi takimin me Kadin. Hajde më thuaj. More ti Murat. E kem shaj qypin. Si, po ti ç'pun ke me qypin? Do diçka për vete? Po tash, nashta du diçka për vete. E sa do, Kallzom një herë. A ka ne dëshmitare te Kadia, Osmani? Dëshmitar? Jo mëre, që dëshmitar veç fjala ti kundër fjalës time dhe kaq. O, Murat. Atë pa ne kush kur erdhe këtu tonë? Askush, pasha një zot jo. Murat, e du gjysën e qypit. Tamam, thuj që kështu drejt. E ke gjysmën e qypit vetëm me një kusht kur të pastromi me Kadin kur të jemi komplet pastër. Dakord? Si t'ja bëjmë? Shumë mirë. Keme dalë pastër. Jo, kjo s'është shumë mirë. Tani ashtu letë si thutit, sepse tjetëri është pasanik edhe ndryshe i shkon fjala ti dhe ndryshe më shkon mu si lipsar. O, Murat, Papuks. Kjo na duhet, fjale e ti kundër fjales tane as gjanë tjetër s'na duhet. Hiqe pak kapuç. Si vendon? Ke në ide? Tani, ngo mirë Murat. Qetësi, nuk du me më filozofu shumë, du me mi paraqit dëshmit, pasi dëshmitar po shoh që nuk keni. Pra, jepni dëshmit e tuaja. Osman Zeqiri. Po, unë jam Osman Zeqiri, ti po akuzon Murat Bardhin që të ka vjedh një qyp me flori natën midis 15 dhe 16 të këtij muaji. Qashtu, Kadi Efendi? Mirë. Që do të paraqesish si dëshmi? Kadi Efendi, ju falemderit pikës pari që pranu... Mirë, shkurt e shpejt tash. Jepi dëshmin tënde. Po, si tha shkurt e shpejt, Kadi Efendi, kur shkova une te shtëpia e këtij... Te shtëpia e kujt? Te shtëpia e Muratit, Kadi Efendi. Ashtu thuaj. Po, qashtu, kur shkova unë te shtëpia e Muratit, ndashta me hi mrena, ama Murati nuk la. Pse deshte me hy në shtëpinë e tij? Po me lyp qypin me flori, Kadi Efendi. A deshte me hy në shtëpi të huaj që ta lypish qypin tënd, apo? Po, Kadi Efendi. A të dha le zoti i shtëpisë me hy? Jo, Kadi Efendi. Qa të bani, qa të shtyni që të dyshosh se qypi me flori është në shtëpinë e tij? Surati i ti, Kadi Efendi. Surati? Po, ftyra e ti. Ftyra e... Jo vetëm ftyra e ti, Kadi Efendi. Jo vetëm ftyra. Por edhe kur unë dam, ky me të shpejt nga rendi me mshet qypin me flori. E ti? A e pa qypin? Jo, Kadi Efendi. Veç e ke paramendu se qypi duhet jetë në shtëpinë e tij, a? Po, Kadi Efendi. Aha. E mirë, kush ta mësoi ty këtë marifet, ha?
Bekati Efendi, pa që 20 jetë mire me tregti. I njoh njerëzit jone shumë mirë. Po, kush është i pasën, kush është i varfën, kush është hajnë, kush nuk është hajnë. Krejt vinë bakallin tem me ble, si t'hin të dera. Me një herë si pasuratit i njoh se me qëfar menje kanë hy. E ti prej krejt mushterive zgjodhe ma fukarajnë e mahallës, a? Jo, Bekati Efendi, qëfar fukaraj? E zgjodhe atë që s'ta ka kthy borxhin, apo? Jo, Bekati Efendi. E po mirë, çka e shtyri me zgjedh atë? Si të them, Kadi Efendi, Benem Karam, Karën? gruaja A jem. gruaja, aha. Po, gruaja jeme më tha. Aha, e di. Po, gruaja. E di si thonë, a? Tu pyt, e gjenë Stambollin, a? Ndonjëherë edhe Belan. E time i gjorë, qa do na thuash? Ore, mos ta ka hangër lopa me gun. Por more. Ky vërtet e paska gëtit gjuhën. Kadi Efendi, po shtiret Kadi Efendi se din me fol. Po shtiret. Sus, brate, sus! Nuk të pyta gjë ty. Më trego, kur e humbasi të folurit, Murat? Ren shtiret Kadi Efendi. Ren se din me fol. Ky është hajdi. Ky është me hajdi. Dëgja, Osman, dëgja! Nuk jeti në dyqanin tënd këtu, unë i caktoj çmimet, kupton dhe hesht. Më thuaj, si e ke emrin Beshpirt? Aha. Mirë. A ja ke marrë Florinin në qypin, mendoj me Flori prej shtëpisë Osmanit? Regu. Ti be, Osman, ti apo ta është me mu bre ti, Osman? Jo, be Kadi Efendi, ky është, po shtiret. Jap, që. Me mësil në gjyq, një njëri me gjysëm mendje, dhe pagoj, e me thanë se ky Murati ka hynë në shtëpinë tënde e ta ka vjedh qypin me Flori, e ti me i shku të shtëpia e tij me lyp qypin me Flori, pse të ka thënë gruaja se ajo është hajni. Jo, be Kadi, po shtiret be Kadi Efendi, po re, se ti është. Ja, hajde, dili për jashtë. Dili jashtë. Terbje Suza, Ugur Suza. Jashtë dhe mos të shove dhe njerë. Jashtë dhe mos të shove ma këtu asë njerë. Kadi Efendi. Po Murat, ka dalë me trupi kua me njerë ti, ha? Që e me apu dalë për posha. Edhe Suza, namusuza. O, Murat, ku je që sa dit? Që e hup që sa dit po të kërkoj? Hej, kalove pa u lak të Kadia, ha? Shumë mire pas ke bon. A u nërvëzu hiq Osmani ajo? O, Murat, gjysën e qypit këtu, Murat. O, Murat, mos mi bëj mu këto dredhina se ta vjet lugën të hongër grosh, o, Murat. Murat!
Vlet! Vlet! Mirë më bane se vetë mësova.